Desha me thonë, me të pyqë si ndivën pas takimit tonë, nëse ke reflektu pak ose pas ndajimin të shqiptarë. Mendime, do të sinqert mendime që nga është. E di që më pëlqej sinqeriteti, kështu që. Me thënë të drejtën kam menduar që ti doje të më futse në valle për të bërë xheloze Lorën. Një e para dhe dyta je ky djali që tërhiqesh estetikisht një femër dhe thua pse jo, është e mirë, është e lezetshme, pse mos ta kemi këtë mundësinë dhe nuk të marr shumë serioz. Kjo ka qenë mendimi im. Po sot reagimi tim ndaj studio si Sot ishe vetë sa fjalë ndryshe, por kjo mbetet për të vërtetuar me kohën. okay. Sepse mbas eksperiencave të mia famkeqe dhe zhgënjyese, më duhet të njoh shumë për shumë më shumë dhe duhet ta vërtetosh edhe ti me të drejtën këtë gjë, nëse gjithmonë mund të kemi Unë diçka. thash, unë jam ti personi që nëse ja vlen, e vërtetoj. Por nëse nuk ja vlen, nuk i... Po, absolutisht edhe nga ana ime kjo është, po. Edhe nga ana ime. Sa më për femër me karakter, një person që nuk di të sillet ose të reagojë ndaj personave të tjerë, për mua s'ka rëndësi. Po, pikërisht edhe më pëlqen edhe kjo qetësia jote, sepse mund ta marrim më qetë, aq avash situata, mund ta shohim a ja vlen të vazhdojmë me ty apo ti me mua dhe mos kishe qenë për studion, për emisionin, ndoshta nuk do, ndoshta po do të kisha dalë me ty dinte. Ndoshta më vonë sepse ne kishim pas komunikim kështu avash, sepse di që i akoma pak e ngarkuar emisione. Dhe kam dëshiroj të njoh situata dhe më thonë dhe persona me qetësi. po, unë më thënë të Dhe drejtën. lehtësisht. Po, Pse nuk i bëj gjërat kot për t'i bë, por i bën ku ka vlerë. Ku ka vlerë atëherë vazhdoj. Ku s'ka vlerë, leja ty ku të rri dhe tu dhe tu vazhdoj. Po. Të mori ngrof thoth me këtë dëshiroj. po, atëherë deri ti ku ke të drejtë, po s'ke të drejtë pjesa që thua je e ngarkuar. Unë të them të drejtën nuk jam fare e ngarkuar me çka kam kaluar më përpara. Thjesht duke u sulmuar, më është dashur ta kthej në tjetër mënyrë, edhe për të bërë vetën edhe për të thënë që madheti këtë ta jap edhe unë ty kështu mbrapa, siç e meriton edhe kaq, jo se jam e ngarkuar. Dhe që kërshye mund të jetë Shumë e për këtë pak. situata, sipas meje, për personi fort dhe karakteri fort që dukur dhe ke, janë disa situata që s'kan nevojë fare të shpjegoj. Sepse jep kot për rëndësi personave të tjerë. Nëse di realisht ai personi kush është, çka ka bërë. Është e vërtetë, po. Si ja vlen. Është e vërtetë, po momenti që shpifen fjalë për mua, aty më ngrihen nervat. Nuk e pranoj dot shpifjen. Edhe unë para se kohësh kam qenë shumë direkt si ti. Që jam, besoj që ke pa, jam shumë i qetë, sepse di që mund të thosh edhe